tek dietarët e vjetër kjo nuk ka qenë e pranueshme, në fakt se edhe kalendari gregorian nuk ka qenë i përdorshëm tek muslimanët. Sot përdoret tek muslimanët, po edhe pse për shembull shumë shtete, edhe Arabia Saudite, po edhe shumica vendeve arabe e kanë kalendar zyrtar, kalendarin hynor, megjithatë punojnë më tepër me kalendarin diellor për shkak të barazimit dhe nivelizimit, sidomos në çështje të financave me pjesën tjetër të botës. Janë detyruar edhe me berzat, për shembull, jo rastisht. Dita e ajte ishte vikend, u shndruan në ditë pune, për të kaluar që të mos bëhet shumë dallim me botën perëndimore, e bën të shtunën pra ditë vikendi. Kësaj, dietarët bashkëkohor këtë e lejojnë, me kush që t'i shtohet ajo përqindja e zakatit. Për shembull, ne kemi 2.5% të jepet për standardi për këto 354 ditët. Nëse do të më mundosh ta kalkuloj shpejt, pra i bie se nëse ja shtojmë edhe 11 ditë, atëherë do t'i bie 2.577. Domethënë 0.077 shtesë. Është një shtesë e vogël e cila do të bëhet që ai ta mbaj mend, pra ta bëj 1 marsin gjithmonë ta zëm, ose 31 dhjetorin, ose kur i bie që t'i zbatojë gjitha obligimet.